Tani kur e kam lindur me burrin e parë, kam qenë në Athinë. Në Athinë atje u ndava unë me atë, po jam ndarë kur ka qenë goca 2 vjeçe. Edhe gjas me kishte vajt ky për ta regjistruar gocën, edhe më tha mu nuk regjistrohet, tha se duhet të kesh letra. Më tha mu kyja. Sa vjeç është vajza e madhe? Goca tani në 3 gusht mush 9 vjeçe. Dhe e ke pa regjistruar? Po. Tani mua më kërcënon dhe i shkollës atje më thot që nëse nuk e fut në shkollë atyja, unë s'kam qa bej, do t'i them policisë që kshu ajo nuk e fut shkollë gocën. Tani unë kam vajt këtu, kam pyet për gocën, ajo më ka thënë që duhet ke çiftikat goca, më tha mua. Po mirë, me babain e vajzës ke folur? Jo, kam fol atëherë ti Odeta, i më thoshte më për çfarë merr për lek. I shkruante goca ose e mirte goca me kamera, e bet ha për çfarë më more? O babi, po kam datlindje, për çfarë më more? Apo më morët për lek mua ju? Edhe na futi blok edhe që atëherë ti Odeta as si kam i fol asgjë. I kërkova librin e shëndetit, domethënë librin e gocës edhe të vaksinave, aty të vushma bente muaj, as ta jap librin. Ofendimet më të mëdha Odeta për fëmijën, kur i dëgjonte goca e madhe, ma bete o mami, ai s'më do mua.